Zonja dhe zotrin mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në minutë vazhdim do të jemi së bashku për sjellë tek ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Armando Broja është mirë. Kështu ka deklaruar trajneri i Burnley Scott Parker në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së fundjavës kundër Chelsea-t. Duke folur për situatën e sulmuesit kombëtares, tekniku u shpreh se Broja ka pësuar një ndrydhje të kyçit të këmbës gjatë ndeshjes, ku ai u aktivizua 15 minuta kundër Anglisë, por fatmirësisht nuk ka një dëmtim të rëndë dhe do të jetë i gatshëm për ekipin anglez në kampionatin Premier League. Shpresoj që Armando të jetë gati për fundjavën. Gjithçka që ka dalë duket shumë pozitive. Ai ishte në fushë dje dhe sot, le të shohim se si do të reagojë nesër, por për momentin duket mirë. Jam i lumtur që dëmtimi nuk ka sjell asnjë mungesë, sepse ai është një lojtar i nivelit të lartë. Brojën nuk e kemi marrë në uazim, e kemi blerë sepse besojmë me cilësitë e tij mund të kontribuojë këtu për shumë vite, u shpreh Scott Parker.